Përshëndetje, mirëmëngjes në fakt, do t'ju thoja të gjithëve në këto orë të para të mëngjesit, për t'u ritakuar sërish për të ndarë lajmet më të fundit që përkasin nga rruga e showbizit. Do të flasim tani për një personazh që në fakt ju e keni shumë qef. Më shkruani çdo ditë për të, dëshironi të dini çdo detaj rreth tij, edukata e tij, qetësia e tij, mënyra se si ai shprehej brenda një shtëpie siç është Big Brother, shoh që ju ka fasionuar dhe ju ka bërë që ta admironi, ju ka bërë që të hulumtoni pas tij, që të kuptoni më shumë rreth jetës së tij dhe rreth mundësive që jeta po i sjell. Ka shumë pyetje se çfarë do të ndodh me Mateon. Po si qëndron marrëdhënia me Brikenën? Si kaluan ato në fakt të dy së bashku? Çfarë ndodhi me to? A do të kemi një dasëm? A do të kemi një manifestim, celebrim? Gjithçka të tillë që në fakt lidhet me jetën e një personazhi që në një format siç është Big Brother, me një ndikim të jashtëzakonshëm, ka bërë buj në shoqërinë shqiptare. Sonte do të flasim për një natë të veçantë, për një njerëz të veçantë. Unë e quaj njerëz të veçantë sepse në brendësinë e tij, shpirti i tij nëpërmjet syve, mbasi që ne besojmë që syt janë një reflektues i ndjesisë që ne kemi për brenda, tregoi shumë gjëra të bukura. Tregoi një anë njerëzore që ne nuk kemi mësuar ta shohim në spektakle siç është Big Brother, sepse është një shtëpi ku pas asaj dere të kuqe, fshihet një luks i papar dhe ai luksi kur të rëmben, ti arrin që të luftosh edhe të nxjerrësh më të keqen tënde vetëm që të fitosh atë çmimin e premtuar prej 100.000 eurosh. Domethënë sytë e tu shohin një nish edhe shumë zero nga mbrapa, vetëm e vetëm që koka jote dëshiron të ndërthuar ato ëndrat apo ato plane që ti i ke patur gjithmonë. Domethënë njeriu shndrohet në një botë tulumtuese dhe në një botë kërkuese, qoftë edhe për të nxjerrë më të keqen nga vetja e tij. Dhe çuditërisht Mateo Bori, një djalë nga Elbasani, i cili luftoi që në moshë të hershme, sepse bëhet fjalë për një djalë që sot mbushën një moshë pak më të madhe, domethënë është shumë i ri me vite, luftoi që të tregon tek publiku shqiptar që me guxim, me dashuri dhe me respekt fillimisht një herë për veten, mund të arrijmë gjërat që duam. Dhe pikërisht hyrja e tij në Big Brother me një qëllim shpirtëror, jo qëllim financiar, do me thënë me një qëllim shpirtëror për të përfituar dashurinë e Brikenës, për të përfituar emocionet e Brikenës, për të ringjallur atë dritën shpirtërore që te Brikena kishte vite që ishte mbyllur. Mateo kishte guxim te vetja të ndjekë një ëndër që ne në fakt nuk jemi mësuar tek djemt të shoqërisë të viteve të sotme, të shohim një ëndër të tillë duke e ndjekur. Një ëndër që më në fund u bë dhe realitet dhe mund të themi që ta përmbyllim me atë librin e prallave që ky çift jetoi i lumtur dhe pikërisht ishte kështu dashuria e tyre. Mateo, që nga dita që ka dalë nga shtëpia e Big Brotherit, ka patur një mini komunikim të vogël me publikun e tij që e do aq fort, me publikun e tij që e suporton aq fort dhe me publikun e tij që i dhuron ringjallje shpirtërore Mateos çdo ditë. Sot është dita më e veçantë, sot është dita ku vite më parë mami Zana dhe baba Sasha sollën në jetë këtë djalin i cili do t'i bënte që të ndiheshin prindërit më krenar, i cili do t'i bënte që të ndiheshin prindërit më të veçantë dhe prindërit më të bekuar në fakt në këtë univers, sepse të marrësh pëlqimet e të gjithë nënave shqiptare, të marrësh dashurinë e nënave shqiptare dhe këtë dashuri të ta transmetojnë ty si prind, është dhurata më e bukur që mund të marrësh nga jeta. Unë them që mbyll kapitullin e të kërkuarit, e ke marrë atë që ti ke investuar, e ke marrë atë që ti ke dashur.
Dhe pikërisht sonte, pikërisht në këtë datë, ky yll ndriçues feston ditëlindjen e radhës së tij. Unë nga zemra sinqerisht ju uroj që të bëhet edhe 100 vjeç edhe të gëzoj këto suksese me vitet e tëra. Dhe energjia e tij, shpirti i tij të punojë dhe të veprojë që tek shqiptarët të vijë gjithmonë me surpriza të bukura që këtë dashuri të madhe që ka marrë ta shumë fishojë në jetën e tij dhe ta trashëgojë edhe tek fëmijët që Mateo do të lind, me patjetër shpresojmë që me brikenën e tij të dashur. Sonte Mateo manifeston shumë gjëra. Sonte Mateo feston ditëlindjen e tij. Feston një rrugtim të gjatë të lodhshëm, një rrugtim me provokime, një rrugtim që nuk ndikoi te ky djalë për të nxjerrë më të keqen të vetes. Sadopak ndoshta që u ndikua në një acar të vogël, një fjalë tha, por nuk u shndrua në një kafshë të pakontrollueshme dhe në një kafshë e cila do të nxirrte atë mllefin që ne në fakt nuk duam ta shohim në një emision siç është Big Brother, një emision që ka një audiencë të jashtëzakonshme për të tërhequr audiencën shqiptare. Dhe pikërisht Mateo përdori kartën më të bukur, atë kartën e thjeshtësisë, atë kartën e modestisë që ne duam ta shohim tek këto artista, sepse në fund të ditës, nëse ti je një personazh publik, nëse ti je një personazh që ke disa followers, ke ca klikime, ti nuk je zot, ti je njëri si të gjithë të tjerët. Dhe mendoj që e veçanta e Mateos është kjo, që Mateo përzjodhi që pa marrë parasysh emri që mund të ndërtonte, pa marrë parasysh personazhi që mund të sillte, ai përzjodhi që të jetë njeri. Dhe të qenurit njeri e solli Mateon në këtë pikën kulminante ku ai ku është, në këtë pikën ku sot Mateo jeton një ëndër reale, jeton një ëndër që dikur e kishte thjesht në lutjet e tij gjatë gjithë ditës që bënte, ndërsa sot kjo ëndër erdhi realitet që Mateo po e kremton. Ka patur të shumta mesazhe përse Brikena nuk ka uruar një ditëlindje kundër drejtë të dashurit të saj, a do nxjerrën Brikena një foto. Unë jam i bindur që fotografia dhe momenti i bukur i ditëlindjes së tyre do të ndodhë, sepse aty ku ka dashuri, ç'rëndësi ka një foto. Por, me patjetër që ka shumë rëndësi sepse publiku do të manifestojë së bashku me to. Publiku do ta shijojë këtë moment së bashku me to dhe është më se normale që e duan më të mirën. Unë e di që Mateo do të na ndan momentet më të bukura. E di që do të bëjë një festë shumë të bukur vetëm me dashurinë e jetës së tij. Do kisha dashur në fakt që të shoh dhe familjen e tij, të shoh dhe nënën dhe babain, teksa manifestojnë me këtë gjë të bukur që i biri i tyre u solli në jetë, por nga informacionet që kam, Mateo do ta manifeston ditëlindjen e tij vetëm me dashuri. Dhe unë uroj që kjo ditëlindje dhe këto mirësi që u ka nisur në jetë, le të jenë mirësi të vazhdueshme, sepse ku ka më bukur se sa nga një reality show ku kërcënimi, ku degradimi, ku ofendimi dhe lufta e madhe për 100.000 euro është në shkallën e parë, vjen një djalë i cili nuk përzgjedhën këtë luftën, por përzgjedhën modestinë për të triumfuar dhe për t'i thënë publikut shqiptar që me dashuri arrin të gjitha gjërat. Dhe uroj që këto shembuj të shtohen sa më shumë dhe të jetë një sukses i përparshëm dhe i pandalshëm i këtij djali i cili me shkatësinë, modestinë dhe qetësinë na bëri që ta duam dhe ta duartrokasim.